Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër, sot në këtë studio. Jam së bashku me mësuesen dhe nxënësit e shkollës ABC Neki Lezha, mësuesin Irena Aliku dhe nxënësit të cilët do të na prezantohen vetë, sepse këto janë dashamirësit e librit 2019. Përgëzime për veprimtari të shumta, të bukura, të llojeve të ndryshme në shkollë, por sot ne jemi drejtuar librit. Në fakt do desha t'ju pyesja së bashku me mirëseardhjen dhe falënderimin që ju jeni sot prezent në studion Mirëmëngjes Shkodër. Do t'ju pyes mësuese Irena për këtë veprimtari, është në kuadrin e ditës botërore të librit apo është një veprimtari gjithvjetore që kulmon në këtë ditë? Së pari dua t'ju falenderoj për ftesën dhe sidomos për vëmendjen dhe interesin që keni shfaqur për konkursin letrar Dashamirësit e librit të realizuar nga shkolla jonë. Faleminderit juve. Në fakt ky konkurs është kthyer në një traditë për shkollën tonë, pasi ne kemi vite që organizojmë atë. Nëse mund të flasim për shtysen, cila ishte ajo që na shtyu për të realizuar një konkurs të tillë, Merita juve ju kujtohet mirë që ne kemi pasur një traditë të jashtëzakonshme të shkollave tona në drejtim të edukimit të librit. Miku i vogël i librit ka qenë një nga konkurset i cili realizonte konkurimin midis shkollave të qytetit, konkurs i cili realizohej nga shtëpia e pionierit. Ka pasur një interes të jashtëzakonshëm, një prokupim, një përkushtim nga ana e mësuesve, e nxënësve, organizatorëve. Në fakt, e morëm një shtys nga i konkursi Miku i vogël i librit, por ne e kemi sjellë në një format të ri dhe kemi quajtur Dashamirësit e librit. Sa bukur. Këto janë një pjesë e dashamirësve. Po sigurisht, këtu kemi sjellë pak dashamirës, sepse ne kemi shumë dashamirës të librit. Sa bukur, një nismë, një do thosha një përruaj jashtëzakonshëm i vëmendjes tek libri, tek ato faqe që ju shfletoni, është kështu apo jo Ersi? Sigurisht që po. Si e merr ti librin në dorë, çfarë dëshire ke? Unë gjithmonë pasi bëj detyrat marr librin në duar dhe gjithmonë pres që ta lexoj dhe të futem në botën e imagjinatës. Oh, sa bukur flet. Këtë e ke mësuar nga librat, nga shkolla apo e ke vetë kështu të vjen? Mua më vjen vetë kjo pasi mua më pëlqejnë shumë librat. Do të dalemi pastaj tek librat tuaj, po do të dëshiroja që mikrofonin përsëri t'ja kaloj mësuese Irenës, sepse të afrosh fëmijën, nxënësin me librin është diçka shumë e mirë, mbreslënse do thoja. Madje mund të them se duket e vështirë në këto kohë në të cilat ne po kalojmë. Duhet të themi që në një farë mënyre të lexuarit ka qenë në krizë, sidomos nga moshat e reja, nga rinia. Prandaj ne e menduam si një iniciativë e cila mund të fillonte qysh në brezin e hershëm shkollor, që do të thotë fillon qysh në ciklin fillor dhe vazhdon në të gjitha ciklet e shkollimit, siç mbyllim ne në sistemin 9-vjeçar. Pra, duke parë këtë interes në rënje të rinjve në drejtim të librit, e kemi menduar një organizim të tillë, në mënyrë që të kultivojmë tek fëmijët dëshirën për të lexuar. Pra me sa kuptoj është një punë gjithvjetore, sepse edhe dashamirësit kulmojnë në këto ditë, por gjithsesi ato kanë në fondin e vet, në ecurinë e libra të shumë që ju i rekomandoni për gjatë gjithë vitit. Po. Në fakt konkursi funksionon në një mënyrë të tillë që në përfundim të vitit shkollor, ne i pajisim nxënësit me një listë të librave të rekomanduar sipas niveleve të shkollimit, që do të thotë sipas klasave. Ne e japim atë listë e cila llogaritet që këto nxënës duhet të lexojnë gjatë pushimeve verore. Sigurisht që në atë listë aty kam sistemuar edhe libra të cilët përkojnë me tekstin e gjuhës shqipe, që janë pjesë letrare, fragmente të marra, në mënyrë që nxënësit të jenë pak a shumë në dijeni edhe të informacionit të tekstit të gjuhës që do marrin në duar. Pastaj, sigurisht janë të lirë të bëjnë edhe një përzgjedhje individuale, e cila shkon në varësi të preferencave që ato kanë. Pastaj me fillimin e vitit shkollor, në çdo muaj ne kemi llogaritur që në një fletore të posaçme ata përgatisin një skedë librit. Ç'a do të thotë? Ç'a përmban ajo skedë librit në atë fletore? Çdo muaj ato na sjellin nga një libër ku kanë titullin, autorin, pak përmbajtje, temën, mesazhin, personazhet
analizë e personazheve e shkurtër, aq sa përmban një fletore shënimesh dhe sigurisht që pjesën që jo pëlqen më shumë. Që do thotë kjo punë realizohet çdo muaj nga një libër. Në një ditë caktuar të një muaji ne e llogarisim dhe bëjmë një kontroll. Pak a shumë kush ka interes. Sa gjithë përfshirëse. Atëherë, ne sigurisht që e rekomandojmë për gjithë, po jo se të gjithë do të marrin pjesë, këtë nuk e vëmë në dyshim, nuk është e mujtore e punë, por sigurisht që kam një nxitje e cila vjen edhe si pasojë sepse ne realizojmë edhe lexime jashtë klasës që janë formatet e bisedave letrare. Dhe për shembull në çdo 3 mujor kam të realizuar një libër çdo klasë, sidomos në klasën e 6, 7, 8, 9. Për çdo 3 mujor ato realizojnë një analizë të librit. Pra është një farë mënyrë edhe insistim pasi shkon njëkohësisht me programin mësimor. Pra, brenda detyrimit dhe jashtë detyrimit janë të ndërthurura me njëra elemente të tjetra. ndërthurura. Pastaj, nxënësit që shfaqin më shumë interes, ato e pasurojnë atë fletore plot me skeda librash, deri që kulmojmë në muajin prill dhe ne kemi zgjedhur ditën botërore të librit, e cila konsiston shumë bukur dhe kombinon bukur me muajin prill kur ne përfundojmë fazën e përgatitjes dhe me 23 prill ne fillojmë realizimin e konkursit Dashamirësit e librit. Ishte një konkurs që kishte një farë rivaliteti apo ishte thjesht një pasion për të shpërthyer pavarësisht se dikush tjetër ka marrë një libër tjetër, është paraqitur plus minus aty tek një nxënës apo një tjetër? Unë e sjellni më shumë si jo në formën e një rivaliteti, po si një dëshirë dhe një pasion për librin. Ju ndoshta nuk e imagjinoni, po nëse unë do sjellë klasën e 4, do veçoj klasën e 4 në shkollë, një 12 nxënës të jashtëzakonshëm, me një paraqitje fantastike, me një dëshirë të madhe, me një prokopim, me një insistim, saqë unë isha detyruar që ta shtyja një ditë për një arsye se një nxënëse nuk ishte prezente dhe kërkonte gjithë klasa që ato ta shtynin një ditë konkurimin vetëm për faktin që të ishte edhe ajo prezente. Pra një dëshirë shumë e madhe, e zjarrt, nuk e di, ndoshta më duket jo. jo. Sa pjesë edhe familja në këtë drejtim që ju keni dhënë pasioneve dhe qasjes me librit, sa krah keni, sa komunikim keni rreth kësaj veçorie, do thosha, ta drejtosh tek libri, përveç librit të shkollës, natyrisht, apo jo? Mendoj që familjet janë mbështetja më e madhe që ne na realizohet në këtë konkurs, sepse sigurisht që dhe fëmijët e gjejnë mbështetjen tek familjet, sepse me vërtet ju mund t'i pyesni fëmijët, do thoni ku i gjeni ato libra. Sigurisht që një pjesë i marrin në bibliotekë, po plot prej tyre janë edhe të blerë sepse kanë realizuar bibliotekat e tyre personale dhe krenohen, sepse sa herë që unë jam aty në Jori dhe i pyes ku e morë këtë libër, e bleve, e kishe huazuar. Domethënë gjithmonë ajo dëshira tyre më e madhe është që e bleva, e kam në bibliotekën personale, ma ka ble mami, ma ka ble babi. Të shohim, të hym paksa tek dhoma e vogël e librave të këtyre nxënësve. Lea do flasi e para? Rea. Po. Rea mbi emri? Broci. Broci. Në çfarë klase je? Jam në klasë 3. Oh, qenë ke goxha vajzë. Faleminderit. Të kanë rritur librat siç duket, duke lexuar. Mirë, kur e merr një libër në dorë, çfarë ndjesie ke? Çfarë dëshire ke? Sheh më parë kopertinën, numrin e faqeve, autorin si? Jo, nuk ka nevojë se më pëlqejnë më shumë librat që janë pa figura, sepse shpiku imagjinatën vetë. Sa libra ke lexuar ti deri tani? Nuk mund ta them me numër se janë shumë. Ashtu. Po mirë, ke një bibliotekë tënde apo i këmbën në bibliotekën e shkollës apo të qytetit? Kena bën një bibliotekë në klasë, jam e regjistruar me biblioteka e qytetit, edhe kam një bibliotekë në vetë shtëpi teme. Gjë shumë e bukur. Kush të ndihmon për ta krijuar bibliotekën tënde në shtëpi? Imam vllai, babi, mami, të anëtarët e familjes. Ndërsa në bibliotekën e klasës si e keni krijuar? Secili për nesh ka pru një libër, ose kena pru lekt edhe e kena bli bashkë me mësuesen. Tash në klasë e kena tradhitur librat, edhe kena, kush e merr një libër, me datë ka çka me dorëzu, ma me ja thet për mbledhjen e atij libri. Po mirë, te dashamirësit e librit 2019, ti patjetër ke paraqitur një libër që të ka pëlqyer, të ka bërë përshtypje. Cili ka qenë ky libër? Ai libri ka qenë na ishte një herë. E vëllezërve Grimm.
Janë gjitha ato pralla cila të ka tërhequr, janë shumë të bukura janë, po ndër disa që të kanë tërhequr, ndonjë titull mund të ma thuash? Mund ka tërheq veç njëna që më ka bë ma shumë përshtypje se tjerat. 7 korbat. Ato që motra i kthen vëllezrit nga korba në vëllezër. Interesante, vetëm dashuria e bën një gjë të tillë, apo jo? Si mendon ti? Po. Bukur. T'ja drejtojmë mikrofonin Ersit, në çfarë klase jeti Ersi? Unë jam në klasën e 4. Pra një vit më i madh se Rea. Po ti ç'do të na thuash, çfarë libri ke për zemër që e ke paraqitur te ky konkursi? Libri që kam pasur më tepër për zemër te ky konkursi ishte Robinson Crusoe. Pse të tërheqi ky libër, ta rekomandoj dikush, e morë vet, e ke në bibliotekën tënde, si ndodhi? Këtë libër unë e mora nga biblioteka dhe unë e rekomandoj për të gjithë pasi ky libër ka shumë aventura dhe ka shumë mësime për jetën e përditshme. Për shembull, një mesazh që mund të na thuash ti për nga Robinson Crusoe. Njëri nga mesazhet që unë kam diktuar ndërkohë që kam lexuar është që edhe kur jemi në situata të vështira, gjithmonë duhet që të mos të humbim shpresat, pasi në një mënyrë do ta kalojmë vështirësinë. Gjë e bukur. Unë të falenderoj për këtë mesazh që na solli në këtë mëngjes, ndërkohë që ja kalojmë mikrofonin Erinës. Erina, mbiemri? Zaganjori. Erina Zaganjori, ti je në klasën e 5. 3, 4, 5, pra klasat vinë duke u rritur. Çfarë do na thuash ti Erina për përvojën tënde në këtë dhe qasjen me librin? Unë shoh që në dorë ke shumë libra, i ke sjell edhe fletoren, madje. Këto janë libra që ti i pëlqen, i ke lexuar apo do t'i marrësh ti lexosh? Tom Sojeri për shembull. I kam lexuar. Çfarë të kanë bërë përshtypje? Ajo e ironimit në mbretërinë e fantazisë më ka bërë përshtypje sepse ironimi shkon në mbretërinë e fantazisë për të gjetur zemrën e lumturisë dhe ta përhap atë në të gjithë botën, dhe se cili mejosh apo njerëz në botën tonë të jetë në miqësi me njëri tjetrin dhe në harmoni. Çfarë mesazhesh të bukura përcjellin fëmijët dhe të gjitha këto të nxjerrën nga libri. Mirë, ti kohën e lirë e kalon me libra, me celular, me lojra jashtë me fëmijët. Si kombinon këto? Pasi mbaroj detyrat, kohën e lirë e marr vetëm me librat. Po jashtë me fëmijët, patjetër që luan, apo ja. Po. Mirë, në klasën tuaj ka një biblioteka ashtu siç tha më herët të Rea, apo i këmben me bibliotekën e qytetit apo edhe me dhomën tënde të librave? Me dhomën time të librave. I ke vendosur me skeda, me numra, kush janë në këtë raft, kush janë në raftin tjetër? Po. Të lumt. Ndërkohë që mikrofonin ja kalojmë një vajze pak më të rritur, më duket mua. Emri është? Unë jam Sevina Kurti. Po Sevina, mirë dhe se erdhe. Jam në klasën e 8. Pra përvoja jote është akoma më e madhe në dashamirësit e librit. Ke marrë pjesë edhe në vitet e tjera në këtë konkurs? Jo, pasi ky ishte viti i parë, sepse në këtë vit kam hyrë në këtë shkollë. Ke ardhur në këtë shkollë, po. Edhe si të zhdukur nga fillimi i vitit shkollor deri tani, ke lexuar muaj pas muaj libra? Po, kam lexuar muaj pas muaj libra dhe ishte diçka shumë e veçantë, pasi çdo muaj ishte një emocion i ri. Librat ti ke krijuar një bibliotekë tënde personale apo i këmben? Sepse edhe ti këmbesh është gjë shumë e mirë, apo jo? Unë e kam krijuar një bibliotekë time, pasi biblioteka ka filluar të formohet që kur motra dhe vëlla ishin më të vegjël, dhe nga ajo bibliotekë marrim dhe shtojmë libra përsëri. Është një bibliotekë familjare. Çfarë librash ke lexuar edhe ndonjë gjë që të ka bërë përshtypje ose që ti je pasqyruar, je paraqitur në këtë konkurs? Më shumë më pëlqejnë romanet shoqërore. Për shembull, njëri që kam dhënë tek dashamirësit e librit ishte Mary Yll, që kishte një mesazh shumë të fortë, që fliste për një vajzë e cila nuk u dorëzua kur për të mbajtur të bashkuar familjen. Sa
Sa gjë e bukur. Uroj që kjo pasuri e madhe, siç janë librat, të rris gjithmonë zjarrin e pasionit për të lexuar gjithmonë më shumë se vina. Leandra është një nxënëse tjetër. Leandra mbi emri? Kraja dhe jam në klasën e 8. Në klasën e 8, një vajzë e rritur tashmë, që kur je në këtë shkollë? Unë në këtë shkollë jam që në klasën e parë. Pra qenë ke pasqyronke dhe traditën e shkollës edhe me librin, apo jo? Po. Si ke vijuar ti në pjesëmarrjet e dashamirësit të librit? Në fillim dashamirësit e librit erdhi me mua me vllajin tim. Vllai im, unë gjithmonë kur vllai im vinte me libra në shkollë, edhe vllai im ka qenë në këtë shkollë. Edhe kur shifra vllajin tim me librat shumë të mëllaj në dorë, habitesha me pasionin e tij për të lexuar aq shumë. Dhe unë doja që të isha gjithmonë si ai. Me kalimin e kohës, zbulova se libri është një kohë shumë e shpenzuar mirë dhe një kohë shumë e vlefshme. Po, po në klasën tuaj, të gjithë janë të pasionuar pas libri, apo jeni një grup kështu më i veçantë që merreni edhe diskutoni, këmbeni librat? Ne jemi të gjithë të pasionuar pas librave dhe i duam shumë ato, janë një kohë shumë e shpenzuar mirë për ne. Çfarë librash ke lexuar kohët e fundit? Autori im i preferuar është Viktor Canosinaj, është një autor shqiptar. Edhe libri i fundit që më ka pëlqyer më shumë është Ëndër Amerikane, që flet për fenomenin e bullizmit, për marrëdhëniet me gjyshërit që kohët e fundit ka pësuar një krizë. Flet për shoqërinë tonë, marrëdhëniet shoqërore me shoqet, me miqtë e tjerë. Edhe më ka dhënë një mesazh që unë nuk do të ndryshoj kur për të tjerët, as për të i treguar një njeriu që adhuroj se unë jam si ai, as për frikë që mund të ushtrojnë të tjerë ndaj meje. Kjo është vërtet një qasje sa letrare, sa dashamirëse, po aq shoqërore, natyrisht. Apo jo, mësuese Irena, unë besoj se edhe përzgjedhja, repertori i librave që këto fëmijë lexojnë është shumë i drejtuar, apo jo? Sigurisht që në rekomandimin tonë ne jemi të kujdesshëm që të gjejmë libra të cilët i shkojnë përshtat edhe moshës së tyre, por sidomos edhe aktualitetit. Në fakt u përmend shkrimtari Viktor Canosinaj. Duhet ta them sepse ne kemi pasur një takim me këtë shkrimtar para 2 vitesh, ai ka qenë shprehu dëshirën që të ishte pjesë e shkollës sonë dhe ne me shumë dëshirë e mirëpritëm atë. Prandaj edhe fëmijët, unë sidomos si mjet vura re diçka të tillë që kishte shumë nxënës të cilët kishin plot libra nga Viktor Canosinaj, që do të thotë prezenca e një shkrimtari është një shtysë edhe më e madhe për të motivuar dhe të lexosh libra. Shumë ndikon në jetën e fëmijëve. Prandaj shkolla ka një rëndësi shumë të madhe në formimin, sepse janë vitet e para të jetës dhe gjithmonë aty gatuhet, aty rregullohet gjithçka. Ishte një shtysë shumë e madhe, kishte një përzgjedhje të jashtëzakonshme. Për shembull, kishim fëmijë të cilët i kishin lexuar gjithë serinë e librave të Viktor Canosinajt dhe i kishin lexuar. Madje unë po ju kërkoja pse duhet përqendrohemi kaq shumë te një autor. Jo, po më pëlqen zysh. Ishte një prej. Sa shumë ndikon. Ishte prezent këtu, ne e pam vet, na pëlqeu. Pra, ndikojnë shumë, sidomos të takime, për shembull, krahas Viktor Canosinajt, po atë vit për shembull ne ftuame edhe kritikun letrar Kadri Ujkaj. Kishte shumë interes jo nga të vegjël, po nga më të rriturit. Ishin klasa të reja që vazhdimisht bënin pyetje dhe kërkonin dinin diçka më shumë i kritikën letrare, si organizohej, si bëhej, a ishte pasion, a ishte e fituar, me fjalë plot pyetje kurioze. Natyrisht muajt e shkollës startojnë veprimtari të ndryshme, kjo që ju thoni takimi me autor të librave, shkrimtar është vërtet, por edhe muaji tetor që është në përgjithësi muaji i letërsisë është po një muaj edhe muajin ne bëjmë organizime edhe në muajin tetor, për shembull vitin e kaluar po e bi vetëm këtë po e veçoj se çdo vit organizojmë në muajin tetor, po për shembull vitin e kaluar unë bëra një përzgjedhje të tillë. Kishim zgjedhur librin me që kishte ardhur edhe autori Viktor Canosinaj, e kishim shumë të freskët, Zemra në pëllëm të dorës. Dhe për çudi kisha klasën e 7, e cila kishte në dorë dhe do ta bante bisedë letrare, por kisha edhe klasën e 8, e cila kishte bërë një vit më parë. Edhe bëu një zgjedhje të tillë, një realizim të tillë, i ulëm të 2 klasat me 2 nivele të ndryshme dhe një bisedë e hapur e jashtëzakonshme.
ato që e kishin të freskët, kishin një dëshirë të madhe, ishte klasa 7, insistote, kërkote. Tash kjo, unë mund ta quaj me plot gojën, është një analizë detajuar e një libri. Që futesh në thellësi tamam, pothuajse me një studim të mirëfillt teksti. Mësuese Irena natyrisht duke parë këtë nxitje të prirjeve, të pasionit, të ndezësh një zjarr tek shpirti i këtyre fëmijëve, e ta drejtosh atë është vërtet një mision i jashtëzakonshëm që ka shkolla, që ka mësuesi i pasionuar dhe që patjetër kujtohet për gjatë gjithë jetës. Ashtu siç ne kujtojmë ato aktivitete. Edhe unë kujtova atë aktivitetin, se kam qenë e vogël, po kam qenë pjesa e këtij aktiviteti. Është një gjë e bukur dhe madje sido që të vijë jeta, libri është një mik apo një shok, apo jo fëmijë. Kështu? Mirë, keni menduar që t'i stimuloni edhe në një mënyrë apo në një tjetër, nuk e di se si keni realizuar çmimet. Atëherë, me që jemi të konkursi, ne kemi 2 ditë që kemi përfunduar konkursin, s'kan qenë 3 ditë forta konkurimi. Ne gjithmonë fëmijët janë para një jurie. Jam unë, janë edhe 2 mësuese të tjera dhe mundohemi të bëjmë vlerësimin. Ju jeni mësuesja e letërsisë që keni kemi patjetër edhe vendin tuaj e tjera aty, të ciklit të cilat janë prezente dhe në përfundim të konkurimit ne përzgjedhim ato individ të cilët i mendojmë që ishin më të apasionuar pas librit, që e kishin më me pasion të folmen rreth librit, që shfaqen dëshirë shumë të madhe, i pikasim si elemente dhe sigurisht që gjithë marrin certifikaten me titullin dashamirës të librit. Pastaj, kjo është një aktivitet, Merita, po ne kemi plot aktivitete tjera. Unë të kam sjellur sot sepse gjatë gjithë vitit shkollor, krahas me dashamirësit e librit, ne realizojmë edhe krijime në gjuhën shqipe, krijime në prozë dhe në poezi, që do thotë nxënësit gjatë gjithë vitit kanë të drejtë na sjellin materiale, ne i përzgjellim dhe bëjmë botimin e librit ton që kemi Vargjet e mia, ky është botimi i vitit kaluar prill 2018. Pra janë krijime në poezi dhe në prozë në gjuhën shqipe, të cilët janë normalisht që janë edhe poezia, por kemi edhe eset. Janë edhe eset prezente në krijimet e tyre. Sbashkut me certifikaten, sbashkut me një stimul, një libër i cili është i dhuruar nga ana e shkollës, marrin edhe botimin e Vargjeve të mia. Ndonjë prej nxënësve ka krimin e ti këtu? Vitin e kaluar Sevina. Leandra, mund të lexosh Leandra krimin tënd nëse natyrisht na premton koha, është një poezi apo është një ese? Lea, vitin e kaluar me esej më duket. Atëherë një pjesë të saj, patjetër që Lea ka marrë vetë edhe vitin e kaluar në konkurimin që zhvillon në shoqata Ardhmëria, madje ka qenë edhe finaliste. Urime. Ja pra, nga shkolla e merr atë nxitjen dhe pastaj kjo është qëllimi që të ecësh vetë. Bukur, atëherë ta dëgjojmë Lea. Motivi i jetës time. Kush është në të vërtetë personi që na frymëzon? Frymëzimi i vërtet ndodhet brenda nesh, ama ai person e nxjerr atë jashtë në një rrugë pa fjalë. Çdo gjë që ne bëjmë përmes atij njeriu është në një mënyrë unike dhe vjen përmes nesh menjëherë. Ne nuk e ndjejmë as si fillon dhe as si vjen, por ndjejmë vetëm frutin e frymëzimit. Nëna ime është muza ime, personi që më frymëzon dhe idolli im. Ajo për të tjerët është një person si gjithë të tjerët, por për mua është personi që më ka sjellë në jetë dhe më ka rritur me dashuri për kushtim. Nëna është ajo që me gjakun e saj krijon një zemër të pandarë, nga e saja deri në vdekje. Nëna është një ëngjëll që jetën e saj ja përkushton fëmijëve, duke harruar veten e vet. Për mua ajo është si dielli im, që çdo ditë shpërndan rrezet e tij të tjerët pa interes. Po nëna ime, do lodhet ndonjëherë duke më frymëzuar mua? Ajo më mësoi e para fjalë që ne i përdorim çdo ditë dhe i mendojmë. Mund të depërtojmë thellë tek ty vetëm nëse i përdorim me brishtësi, zgjuarsi dhe ndjenjë. Po për ditëlindjen time, si është e mundur që unë mbetem pa fjalë kur duhet të shkruaj një dedikim për ty? E vetmja gjë që unë të bëj është të shkruaj ca zgaravina, që i bien të jem fjalë të bukura për këdhelese me metaforë. Kur thellë brenda mie, e di se mund të shkruaj më bukur, me fjalë nga ato që ti meriton, por nuk mund të nxjerr ato fjalë, sepse ato janë të skalitura në shpirtin tim. Çdo kush thur me fjalë shpirtin e portretin e nënës së tij,
Dhe ato janë fjalët më të sinqerta e më kuptim plot. Idolli im është nëna ime, edhe pse unë bërtas e qirem se idolli im është një këngëtare me emrin Ariana Grande. Unë e kam vënë re, nëna ime është një person i përkryer që nuk bën gabime, ama ne për çdo vepër të mirë të tyre tregohemi mos mirënjohës edhe në plakin e tyre. Po të shkosh vetëm në një azil, do të shohësh nëna që janë rrudhosur nga pritja e gjatë e fëmijëve të tyre, që ta shohin gjendjen e tyre edhe për pak minuta. Janë bërë fikë si Ariana, të lëra nga të zeu në një ishull. Ato në zgjatën fjen e jetës për të shpëtuar nga minotauri, kurse ne i braktisëm në një ishull pa i falenderuar. Prandaj, unë kam frikë se mamaja ime do përfundoj si ato gra, duke më dhënë gjithçka, por duke më mos marr asgjë, përveç lumturisë që diti të jetë një luftëtar i jetës. Për mua, ti do të vë dhe shumë në mendime. Të lumt Lea, ndërkohë duke i falenderuar këtë nxënës për të gjitha këto mesazhe kaq të bukura dhe natyrisht shkollën për nxitjen e këtij pasioni kaq të madh për librin. Ta mbyllim këtu natyrisht me këtë ese kaq impresionuese të Leas. Mësuese Irena, ju falenderoj shumë. Unë e di që patjetër keni hartuar listën e librave që fëmijët do lexojnë për gjatë gjithë periudhës deri në vitin e ardhshëm, apo jo? Po, patjetër, ne përsëri në përfundim të vitit shkollor do të njekim të njëjtën procedurë, fëmijët do marrin listën e librave të rekomanduar dhe do vazhdojnë me leximin e tyre gjatë pushimeve verore. Respekt për punën tuaj, për pasionin tuaj për librin, për punën e shkollës ABC në Kilezha. Përshëndesim dhe drejtuesen Suelën, të gjithë stafin dhe ju fëmijëve të vegjël të mrekullueshëm, të cilët vërtet treguat se jeni pjekur shumë në faqet e librave dhe në ditët e shkollës. Ju falenderojmë shumë, Merita, për ftesën që na bët dhe sigurisht përsëri duhet të them, të falenderoj shumë për vëmendjen që ju shfaqet ndaj konkursit ton letrar. Kjo është edhe dëshirë, jo vetëm dëshirë, kjo është edhe natyrisht detyra një radio që të jetë aty ku njerëzit kanë shtiton ditës së tyre. Mirëmëngjes Shkodër ishte me nxënësit dhe mësuesen e shkollës ABC në Kilezha, Irena Aliku. Pas pak, ne do të ndalemi në një stacion tjetër të librit, mos ikni nga stacioni i Radio Shkodrës dhe nga faqja jon live Radio Shkodra.